Përshëndetje miq të respektuar. Sonte këto nuk do të flas për tema që rëndom i flas. As nuk do të flas për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as për Donald Trump, as për lindjen e mesme, as për Turqinë, as për luftën Ukrainë-Rusi, as për Pakistanin, as për Indinë, as për Kinën, as për Tajvanin, as për Palestinën, as për Izraelin, për asnjë temë që zakonisht i trajtoj këto me ju. Mbase nuk do të flas as për cilën do nga temat islame që her pas here i shpjegoj këto. Sonte, këtë hapësirë ja kam rezervuar një trajtese të cilën, apo në mënyrën si çdo ta shpjegoj, nuk jeni mësuar kur, nuk ju ka rëstis kur që të dëgjoni nga unë. Sonte këto do të përmendi njerin me emër dhe me mbiemër, edhe me ditë se për kë është fjala dhe për çka është fjala. Do të flas për Vehbi Kajtazin, një gazetar i suksesshëm në rrafshin investigativ, një gazetar hulumtues i njohur i Kosovës, i cili me sa shkruan dhe shihet në për studio televizive, do të jetë i suksesshëm në punën e tij. Prandaj, për shkak se është i tillë, për shkak se nuk është gazetar i rëndomt, por kemi të bëjmë me një njeri i cili di çka thot, di kur thot dhe di përse thot. Në rastin konkret, në njërin prej emisioneve të tij, që një mik i imi ma kishte dërguar një pjesë e prerë nga tërësia e emisionit, ma kishte dërguar një 4 minuta e gjys kur flet për medresen, shpif për medresen, dezinformon për medresen dhe dezinformon edhe për përkthimin e parë të Kur'anit në gjuhën shqipe. Me këtë Kur'an, shqiptarët hynë në familjen e kombeve dhe popujve që e kanë librin e Allahut të përkthyer në gjuhën e tyre. Vehbi Kajtazi lëshon deklarata në formë konstatimesh të cilat, nëse nuk janë shpifje të qëllimta tendencioze, islamofobe, në rastin më të lehtë, hajde të themi se ishin shpërfaqje e ignorancës së një gazetari investigativ, i cili në lidhje me medresen dhe rolin e saj, që e konsideroj brillant të pazaventueshëm në emancipimin e popullit shqiptar, si dhe për përkthimin e Kur'anit tekstualisht thot me sa vjen. Faktet na tregojnë se këtë në një debat që e kishte me një musafir të tij, me një zyrtar i lartë i dikurshëm i vetëvendosjes, më pastaj bëhet edhe kryetar i vetëvendosjes, një njeri me bagazh të thellë intelektual të cilin e çmoj dhe i vlerësoj njohuritë e tij, të cilat i shpërfaq nëpër emisione televizive. Thot në këtë bisedë me mysafirin e tij, hap e çel temën dhe tregon. Thot, faktet na tregojnë se kur në këtë vend nuk është lejuar universiteti, është themeluar medresja. Shiqa çfarë shpifje. Në vitet 1920 të shekullit të kaluar, Mbretëria Serbe e ka themeluar shkollën Alaudin fetare në Prishtinë. Konstatimi i tij, vazhdoi. Pastaj Bashkësia Islame, pastaj Kur'ani në gjuhën shqipe, i pari është përkthyer me fonde të Beogradit. Çfarë shpifje. Si është e mundur, vazhdon ky, që neve na lejohet hapja e universitetit tek në vitin 1972, thot. Imagjinoni, gazetar investigativ për hapjen e medresës, thot, hapjen e universitetit, thot, në vitin 1972. Ndërkohë, vazhdon, shkolla fetare është leju, është investu në shkollim fetar,
është investu në gjithë shka që lidhet me islamin në Kosovë. Duke kanë, nuk kanë pas pengesa në këtë drejtim. Dhe tash, mos kemi rënë në pren e qasaj dhe jemi bërë një poligon budalësh që secili manevron në mënyrën e vetë si çdo. Nëse ky gazetar investigativ ka dash të apostrofoj ndonjërin nga hoxhallarët, sheh ndonjë punë, ndonjë veprimtari antishtetenore, në dëm të shoqërisë, në dëm të kombit, ky do të duhej ta kishte thonë me emën dhe me mbiemën dhe të mos më bie mua këto puna të paraqitem si avokat dhe nuk do të isha paraqitet në asnjë mënyrë. Por ajo që më shtyni me e bo këtë video, këtë demand këto, janë dy. Për shkak se flet Vehbi Kajtazi dhe për shkak se prek dy punët më të mëdha që kanë arrit me i bo shqiptarët në rafshin kombëtar islam. Hapjen e medreses, pas mbylljeve, dhjetra herë të medreseve që i ka mbyll Serbia, ja arrin të hapin, jo që i ka hap Serbia, si thët kë, dhe pas suksesit gjigant të përkthimit të Kur'anit, përkthimit të parë të Kur'anit nga akademik Fethi Mehdio. Për këto dy arsye, unë po merrem sante me këtë njeri. Unë përshka nuk kam reague me njëherë kur të nesërmën e emisionit ma dërgojnë, përshka se dorën zemër kam prit që të reagoj medreseja e Prishtinës, dikush nga përgjegjësit e saj, apo dikush nga Bashkësia Islame e Kosovës. Prandaj e kam lënë që unë të mos merrem. Mirë po, kur e pash se nuk ka reagime, s'paku unë nuk i kam has, e mora për detyrë dhe obligim njerëzor, fetar, intelektual, islam, që të dalë këto. Duke e llogaritur sante se Bashkia Islame e Kosovës mund të mos i jetë përgjigjur për arsye se s'kan kohë vlla me u marrë me lloj palavra që flasin njerëzit dhe nuk e kanë marrë serioz këtë njeri. Megjithatë, unë në rastin konkret, megjithëse që nuk hy në debate me njerëz, e ndjej për obligim që t'ua shpjegoj shqiptarve, juve që po më dëgjoni, e juve ju lus që këtë video ta shpërndani sa të mundi. Ma shumë se cilën do video që ju kam lut dhe kam kërkuar për juve që ta shpërndani. Për shkak se është e nevojshme që shqiptarët të mësojnë se kur janë krijuar medreset dhe të mësojnë, nëse nuk i din, rolet, kontributet e pashoqa të Bashkësisë Islame të Kosovës. Nga koha kur është krijuar, të medreses Alaudin në Prishtinë, të medreseve të tjera dhe të kuadrove që kanë dalë nga medreset, ky gazetar investigativ, normal është mos mi ditë krejtsenet, por do të dohej t'i dinte ato që ka janë me pesh në historinë e kombit dhe në historinë e shtetit shqiptar. Thot se Universiteti i Prishtinës, si që lexova lart, është themeluar në vitin 1972. Imagjinoni, ai nuk e din vitin, e leje ma datën e ndodhisë së njerëz prej ngjarjeve më të rëndësishme në historinë shqiptare. Fjala është për hapjen e një universiteti shqiptar në ish Jugosllavi. E bëj me dije këtë njeri këtu, se Universiteti i Prishtinës nuk është hap në vitin 1972, por saksisht me 18 nëntor të vitit 1969, 3 vjetë përpara, dhe atë
me miratimin e kuvendit të krahinës socialiste të Kosovës të asaj date. Mos të hy këtu tash me ja shpjegu këti njeriu dhe të tjerëve si kë, se edhe cilat fakultete bile janë hapë në atë kohë, cilat kanë egzistuar, bile, muj me ja shpjegu e me data edhe egzistimin e shkollave të larta pedagogjike që janë hapur, themeluar në Kosovë para Universitetit të Prishtinës. Për një arsye, do të kisha dashur t'ja thoja, me i tregue se jo pra Universiteti është hapë në vitin 1972, X data, e medreseja të ka hapën në vitet 1920, e s'pas ka pas shkolla tjera shqipe në Kosovë, apo shkolla të nalta, apo universitete. Me gjithë që po thëmë, nuk do të kisha dasht, përhi pra edhe t'juve, ju bëj me dije, e në përmes juve edhe e bëj me dije këtë person, se shkolla e lartë pedagogjike e Prishtinës hapët me 21 nëntor të vitit 1957, 12 vjetë, 13 vjetë para hapjes Universitetit Prishtinës. Pastaj, shkolla e lartë pedagogjike Gjevdet Dota në Prizren hapët me 7 vjetor të vitit 1962, 7 vjetë, 8 vjetë para Universitetit Prishtinës. Shkolla e lartë pedagogjike Bajram Curre në Gjakov hapet me 29 korrik të vitit 1967, ndërsa shkolla e lartë pedagogjike Skenderbeu në Gjilanin tim hapet me datë 18 shtator të vitit 1973. Pra, shkolla e lartë pedagogjike e para hapet 15 vjetë para Universitetit të Prishtinës. Këto temën që po e trajtoj, jo se po duhe me hyje në debat këto, por për shkak se edhe për shkak të rolit të medreses, ndjej përborxh moral para së gjithash i njerëzor e islam, por edhe për shkak se unë personalisht jam një kuadër që kam dalë pikërisht nga bankat e medreses Alaudin. Andaj, ndjej edhe obligim dhe krenari që ti përgjigjem njerëzve të këtil dhe të informoj lexuesit e shikuesit e me këto shqiptarët në përgjithësi në lidhje me atë çfarë ka ndodhur me medresen dhe çfarë shpifje e dezinformata lëshohen nga islamofob të ndryshëm. Historia e medreseve në Kosovë, në trojet shqiptare, është histori e njëjtë sikur e të gjitha rrafsheve tjera sociale, edukative, akademike dhe jetike të shqiptarve. Fjala medrese, miq të dashur, rrjedh nga gjuha arabe që don të thotë shkollë. Në rastin konkret, për medresen Alaudin, që shpifët kaq poshtër për te, kjo medrese ka dhënë dhe ka nxjerrë kuadro nxënësa, të cilët më pastaj bëhen kuadro të nevojshme dhe të vyeshme për vendin dhe shqiptarin. Nga aty, nga ato nxënës që diplomohen aty, dalin inxhinier më pastaj, dalin mjek, dalin akademik, dalin mendimtar, filozof, njerëz të cilët njohin 5-6 gjuhë të huaja, që e prezantojnë Kosovën gjithandej në përbot. Nga medreseja dalin nxënës të cilët më vonë shërbejnë edhe si ambasador, pastaj komandant lufte, pastaj luftëtar, nga aty dalin shahid, dëshmor e njerëz të gjitha profileve që janë dashur shqiptarve, të rojeve shqiptare dhe gjeografisë ku ne po jetojmë. Historia e medreseve në trojet shqiptare daton shumë më herët se sa që flitet tek ne dhe se sa që ky njeri flet dhe dezinformon. Medreset, rrjedhimisht, shkollat e para në trojet shqiptare
janë hapur qysh në shekullin e 15. Medreseja më vjetër në trojet shqiptare është Medresja e Ishak Beut në Shkup, e hapur saksisht në vitin 1411. Në medresen e Ishak Beut mësohet në gjuhën osmane, arabe dhe shqipe, për shkak se aty numri absolut i nxënësve kanë qenë të trojeve shqiptare. Medreseja më e vjetër tani në Kosovë është Medreseja e Vushtrisë, që është hapur në vitin 1448, një 3-40 vjet pas të parës, nga Gazi Ali Beu. Pastaj hapet Medreseja e Pejës në vitin 1516 nga Mehmet Beu, pastaj Medreseja e Gazi Mehmet Pashës në Prizren në vitin 1537, e më pastaj edhe Medreseja e Besharet Begut në Prishtinë në vitin 1566. Më pastaj hapet Medreseja e Madhe e Shkupit, Medreseja e Nalt e Tiranës, Medresja Isabeu në Shkup, Medresja Medah në Shkup, Medresja e Muderris Ali Efendiut në Prizren, Medresja e Mahmud Pash Rotullës në Prizren, Medresja e Javuz Mehmet Efendiut në Prizren, Medresja e Sofi Sinan Pashës në Prizren dhe Medresja së fundmi Alaudin në Prishtinë. Shumë nga muderrisët, mësuesit, profesorët, si dhe nxënësit e këtyre medreseve përgjatë historisë kanë luajtur rol të rëndësishëm në të gjitha lëvizjet shoqërore, edukative, politike shqiptare. Pas pushtimit të Kosovës nga ana e Serbisë, në vitin 1913, ku kryhen masakra makabër, ngjarje të kopshme, të dhimbshme, gjenocide të papara deri atëherë në historinë e Ballkanit. Vetëm në fshatin tim, në Trestenik, nga familja, nga fisi jon, nga mahalla jon, janë vra 63 burra nga 64 sa kanë arrit t'i gjejnë në atë kohë në fshat. Vetëm një ka shpëtuar atë botë, një i quajtur Mustafa, dhe ai është babgjyshi im 12 vjeçar që ka shpëtuar rastësisht nga rafallet e pushkve të serbëve, të cilët i vrojnë ata 63 antar të familjes dhe të fisit ton në njërin prej arave tona në Trestenik. Në vitin 1913 pra, mbyllen të gjitha medreset evidente në Kosovë. Atë botë, në teritorin e Kosovës kishin ekzistuar 10 medrese, ka 2 në Prizren dhe Prishtinë, në Vushtri, që atëherë është quajtur Vuqitër, një në Pej, një në Gjilan, një në Gjakov, një në Mitrovic dhe një në Ferizaj. 80 i mbyll Serbia. Më pastaj, në vitin 1927, hapet një medrese në Prishtinë, por nga shqiptarët natyrisht, por Serbia e mbyll vetëm pas 4 muaj aktivitet edukativ të saj. Një vit më vonë, në vitin 1928, në Podujev, hapet një medrese tjetër. Megjithatë, një vit pastaj, në vitin 1929, Serbia e mbyll me kërkesë të prefektit serb të Podujevës, i cili i shkrua një letër Beogradit ku kërkon të mbyllet kjo medrese. Po e citoj letrën tekstualisht të përkthyer nga serbishtja në gjuhën shqipe, e Vehbi Kajtazit i propozoi
që ta gjenë këtë letër të prefektit të Podujevës që i shkruan Beogradit për mbylljen e medreses dhe ta studion mirë, apo ta i ofroj opinionit dhe lexuesve të tij, por e di se nuk e bën, sepse do të ishte demant i vetvetes nëse e publikon një dokument të tillë. Në letrën e prefektit të Podujevës, drejtuar Ministrisë së Brendshme në Beograd, në vitin 1929 shkruhet, thot ky, të mësimdhënësit, po e citoj tekstualisht, të mësimdhënësit e medreses këto, të cilët nuk janë në punës shtetënor, nuk janë në punës, pra si pas ka pagu Serbia, si edhe të nxënësit e saj, do të zgjohet vetdia nacionale, e mund të ngjaj që në të ardhmen të bëhen pioner televizjes kombëtare shqiptare për këto vise. Kjo gjë do të paraqiste rrezik të madh për interesat shtetënore dhe nacionale për këtë pjesë të Serbisë. Mund të ndikojnë gjithashtu në formimin e idesë së mbrojtjes së pakicave, si edhe mund të lindin dëshira edhe kërkesa për hapjen e shkollave të tjera në gjuhën shqipe. Mëtej, shkruan ky zyrtar serb, organet policore në fund të shkrimit kanë shënime të posaçme për shkolla të tilla se në të kaluarën në to janë formuar kuadrot e Komitetit të Kosovës. Për këtë arsye, në vitin 1927 ishte mbyllur edhe medreseja e Prishtinës. Vazhdoj më tutje. Gjatë vitit 1939, Mexhlisi i ulemave shqiptar propozon që në territorin e Kosovës të formoheshin 5 medrese të reformuara si shkruhet në deklarat. Ky plan mbetet pa u realizuar deri pas luftës së dytë botnore. Me përfundimin e luftës së dytë botnore, sërish nisen përpjekjet për hapjen e një medreseje shqiptare në Kosovë. Këshilli ekzekutiv Vehbi Kajtazi, Këshilli ekzekutiv i Këshillit Krahinor për Kosovën dhe Metohin, me vendim, majshënime, numër 29503 të datës 26/06 të vitit 1949 dha pëlqimin e hapjes së medresesë së ulët në Prishtinë. Megjithatë, për shkaqe teknike, sepse nuk kishte ambient lokal, medreseja nuk ia fillon punën deri në vitin 1951-52. Sa për informacionin tuaj, babai im, abeja im, Allahu i dha shëndet e ymër të gjatë, është njëri prej nxënësve të gjeneratës së parë të kësaj medrese të hapur në vitin 1951. E që më pastaj i vazhdon studimet në Sarajev në Gazri Husrevbek. Në këtë medrese do të mësojnë nxënës nga Republikat e Serbisë, të Maqedonisë dhe të Malit të Zi, kryesisht shqiptar. Në medrese, në atë kohë, lëndët të cilat janë mësuar ka qenë Kurani, gjuha shqipe, gjuha serbe, matematika, akaidi, fikhu, ahlaku, historia islame, historia, geografia, botanika, vizatimi, bukërshkrimi, gramatika arabe, imamati dhe lënda e edukatës fizike. Shumë prej nxënësve të cilët kanë dalë nga këto, më pastaj, si thash në fillim të videos, dalin kuadro ambasador, studiojnë për universitetet të ndryshme të Jugosllavisë, fillojnë të dalin në për universitetet e njohura të botës islame dhe kështu me radhë. Më pastaj, miq të dashur, Medresja Alaudin në vitin shkollor 1962-63 nga medresja e ulët shndrohet në medrese të mesme. Përtej kësaj, kuadrot e tilla arrin më pastaj që ta themelojnë takvimin
ta themelojnë edukatën islame, diturin islame, përkthimin e Kuranit dhe përkthimin e dhjetra e qindra e mira veprave të cilët i përkthejnë pikërisht kuadrot e kësaj medreseje. Jo vetëm në rrafshet islame, por në të gjitha rrafshet e jetës ku ka pas nevojë shqiptari. Numri i madh i nxënësve që vinë nga të gjitha trojet shqiptare e bëjnë interesimin aq të madh, e nga ana tjetër kontributin aq të madh të medreses sa fillon të quhet vatra e popullit apo foleja e shqipeve. Nuk është medresja e hapur nga Beogradi, por është foleja e shqipeve që ka qit nga aty kuadro që me laps kur ka pas nevoja, me push kur ka pas nevoja, i ka ndajtur në ball pikërisht ati armikut për të cilin ti shpif se ai e ka hap medresen. Godina e re e medreses vije si rezultat i nevojës që po rritej vazhdimisht për shkak të kërkesave të shumta që të shkollohen dhe arsimohen aty. Kryetari i kryesisë së Bashkësisë Islame të atëhershme, Haxhi Jetish Efendi Bajrami, përveç themelimit të diturisë islame, që ishte organi i kryesor, informativ shkencor i Bashkësisë Islame të Kosovës, përveç ndihmesës, nxitjes, mbështetjes si kryetar kryesie që të përkthehet Kurani në gjuhën shqipe, fillimisht nga akademik Fetih Mediu që e boton Bashkia Islame, me parathënie të Haxhi Jetish Efendi Bajramit, që është babai im, më pastaj përkthimi i dytë i Kur'anit nga i madhi i asaj kohe dhe i përhershëm, Haxhi Sherif Efendi Ahmeti, e përkthen Kur'anin, në të cilën është edhe parathënia gjithashtu e kryetarit të kryesisë së atëhershme të Bashkësisë Islame të Kosovës. Bri këtyre informacioneve, ku dituria islame, dikur kur mbyllet me rilindja, do ta luan rolin kryesor të informimit të shqiptarëve në Kosovë dhe ish Jugosllavi dhe të dërgohet gjithandej në botë deri në Amerikë. Fillon në këtë kohë kur mbyllet rilindja, kjo dituri islame e Bashkisë Islame të shërbej si mjet informativ, pra dhe fillon të botohet në 20.000 ekzemplar. Në ndërkohë, hapet edhe medreseja e re, godina e re, me 14 shtator të vitit 1985. Më pastaj, kjo medrese, konvikti i medreses, lëshohet për studentët e Universitetit të Prishtinës që i kishte mbyllur Serbia konviktet e universitetit. Kjo medrese, më pastaj, me kërkes të udhëheqësisë atëhershme të LDK-s, saksisht të profesor doktor Ibrahim Rogovës, me dekret të kryetarit të atëhershëm pra, lëshohet edhe për mbajtjen e mbledhjeve të kryesisë apo të LDK-s. Si që keni mujt të dëgjoni edhe në YouTube që ka marrë dhejnë dhe është bërë viral, Haxhi Jetish Efendi Bajrami, nga qyrësi i xhamisë së madhe të Prishtinës, në ditë Bajrami, në kohën kur Serbia po i mbyllte institucionet fetare arsimore, del me thirrjen e tij gjithë popullit shqiptar, se nga ky moment medreseja, xhamit dhe të gjitha objektet në pronësi të Bashkisë Islame do të jenë në shërbim të partive politike dhe të aktiviteteve shqiptare gjithandej. Sigurisht e keni dëgjuar këtë video, mu ma kanë dërgu, unë nuk e kam ditë se ekziston ajo. Këta njerëz më pastaj e hapin edhe medresen e femrave
paralelisht e parasaj i hapin 2 paralele të medreses Alaudin, një në Prizren, një në Prishtin, më pastaj medreseja e femnave, pastaj fakulteti i studimeve islame, nga ku dalin kuadro që i shërbejnë kësaj shqiptarije, këti vendi, këti shteti, këti populli e kësaj geografie, dhe më pastaj edhe të gjitha aktivitetet tjera që i zhvillon kjo bashkësi islame, kjo medrese si pjesëmarrëse edhe e luftës së fundit, ku roli kryesor i medreses dhe më i madhi shpërfaqet në vitet e 80-ta me përkthimin e Kur'anit nga profesori i atyshëm Haxhi Sherif Efendi Ahmeti, me bërjen e diturisë islame nga një kuadër që kishte dalë aty, me bërjen e edukatës islame, me bërjen e takvimit dhe veprimtarive të tjera edukative, arsimore, morale, akhlaqie në të mirë të njerëzve të cilët jetojnë në qiell. Duke i ditur të gjitha këto madhështi që i ka kjo medrese, duke e ditur rolin gjigant të kryetarëve të bashkësive islame të Kosovës, filluar nga Hafiz Bajram Agani, e Canhasi, e Ismail Hakkë Ustaibo, e të tjerë që vinë pas tij deri në ditët e sotshme, duke ditur kontributin, duke ditur kuadrot akademike, shkencore, diplomatike, gjuhësore që kanë dalë nga kjo, ndjeva për borxh që tua shpjegoj juve historikun e medreses, rolin e kësaj medreseje në krijimin e kuadrove të bashkësisë islame dhe më pastaj në fund për ta shprehur këto se institucioni i bashkësisë islame të Kosovës nga dita kur është themeluar deri më sot, na i herë më shumë, na i herë më pak, na i herë më gjerë, na i herë më thellë, e ka luajtur njërin prej roleve më të rëndësishme në emancipimin fetar, kulturor dhe kombëtar të shqiptarve dhe të njerëzve që kanë jetuar në gjeografinë shqiptare. Andaj, dalja në ballë me argumente në mënyrë konstruktive, objektive, para njerëzve të cilët shpifin për bashkësinë islame, për Kur'anin, për hoxhallarët, duhet të jetë primare dhe obligim moral, para së gjithash njerëzor i gjithë secilit që di diçka të flet në mënyrë objektive dhe në mbrojtje të së vërtetës. Sepse mbrojtja e së vërtetës, objektiviteti, larg shpifjeve, larg dezinformimeve, është parim bazë mbi të cilën ndërtohet një shoqëri e shëndosh. Shqiptarët do të dinë për fund të fundit se medresen nuk e ka hapë Serbia, por me 10 medrese i ka mbyll pikërisht Serbia. Deri në videon e radhës, mirëmbëjtje dhe natën e mirë.